gjithë dhe mirë se vini në një video tjetër në kanalin ton. Sot është Vlogmas Day 6, por dje nuk bëm Vlogmas sepse nga që kishim shumë teste dhe prandaj, por gjithsesi në Vlogmas Day 6 kemi marrë dhe siç e shikuat, kemi marrë frutat kërtap që do t'i provojmë. Dhe që ua premtuam, nuk kemi gjetur më shumë se kaq sepse nuk kishte shijet e tjera, por kaq sa kemi ta do t'i provojmë së bashku me ju. Nëse çfarë fillojmë para? Me katë ta vazhdojmë? Okej, vazhdojmë. Më pëlqen shumë. Muzi e bërpis. Pëlqen? Që note je? 10. Ta përvejtojmë? Atë e kërtapin e bërë, unë jep, ka dhe brenda kështu. Reçel. Për të këtë marrë talë të voglat, se ta hajë pak. Do ta provoj edhe me reçel. Unë kësaj jap një 10 nga 10 sepse ishte shumë e mirë. Pëlqeu shumë. Edhe reçeli këtu brenda. Ja. Ulones? Shoj noti e kësaj. 10 pra, se që tash, 10 nga 10? nuk ishte të voglat. Unë tani do vazhdoj me limonin. Okej. Do vazhdoj si parë. Bravo. Opa. Edhe ky bëri kërtap. Shumë i bëri. Edhe ky nuk e dija ka brenda. Po, më duhet. E çek, prit. Ha? Ka fletë një ti? Ne? Pa ka fletë. Ka edhe ky brenda. Sepse na u bë kështu, ja. Shikoni. Ka pak Edhe farë është shumë i mirë. Është edhe pak i tharë, se kështu kam thënë për limonin. Edhe kësaj jap një 10 nga 10. Po ti çfarë note jep? 10, prap. Okej, tani do vazhdojmë me mollën, me mollën. Okej, me ti vazhdo. A të vazhdo? Jo këtë lim për të fut, sepse për boronizën thonë që është më e mirë. Oh, molla nga gjitha këto që kemi provuar, molla ka bërë kërtap më shumë. Ta provoj? Ata. Jam mirë. Çfarë note jep? 10, prap. Mollën e provuam, edhe ishte shumë e mirë, po do ta kafshim prap derisa dali ajo gjëra brenda. Do të shtrydhen kjo. Prit, do ta kafshosh ti prap? Mollën. Po, sigurisht. Prit kafshosh që ta shikojmë. Pa kafshë brenda. Do ta ketë, po gjithsesi. Edhe lulu shtrydhe ishte shumë e rëndë brenda. Edhe kjo ka. Ka shumë. Shumë krac nuk po bëjnë, po bëjnë. Jo shumë, po mirë po bëjnë. Tani të provojmë këtë që kjo është, që ishte portokalli ishte kjo? Provoje? Pita më vetë. I kratën në vëndi. A ka brenda? Të shikëm? Po. Jo nuk shtem. Kuja? Shoka tje? Nuk e të ka shu tama. Prit. Bem. Ha, po e prap. Prit, këtu po pis. Prit, nuk pas. Ka? Po prit, lërë këtu i sekund. Opa. Në bërë pis. Edhe kjo ka. Kret kam. Po, këtë ka. Kjo, nuk është se kjo kishte më shumë si shije mandarina, apo ja? Po. Nuk është se kishte shumë shije kështu portokalli, vazhdo me boronicën edhe. Boronicën thonë që është më mirë, por nuk e di. Wow. Ka? Po, Është e mirë? Çfarë note jep mollës? 10, prap. Edhe unë jep mollës, po portokallit? 10. Portokallit jap 9.5 sepse nuk kishte shumë shije si portokalli, kishte më shumë si mandarinë. Po kësaj, prita për fillon. 10. Gjithë jam 10. Për ta qesim e pas ke qitë të rëqeni. Është shumë e mirë edhe kjo. Kësaj jap një 10 nga 10. Edhe unë. Më mira nga gjitha. Nuk do thoj që është boronica siç kanë thënë gjithë, unë do thoja që ishte lulë shtrydhja sepse ishte shumë e mirë. Okej, tani me që të gjitha e hëngrëm do t'ju tregojmë shijet edhe sa
100% kam bërë kërtap. Okej, vazhdoj me luleshtrydhjen sepse vazhdon dhe e para. Luleshtrydhja kishte shumë shije të mirë dhe reçeli ishte shumë i mirë. Kërtap bëri një 8 nga 10, nuk është se bëri shumë fare, po edhe pak fare nuk bëri. 10. Po themi për sa kërtap bën. Pastaj vazhdojmë çfarë lutem limonin? Po vazhdojmë me limonin. Limoni na ka bërë pak kështu në këtë lloj gjendje, por gjithsesi limoni bëri kërtap. Kërtap me notë bëri një 8.5 ose 9 nga 10, po dhe shija ishte shumë e mirë dhe Unë jap 10. i dha notat. Dhe shija ishte si që e kanë të njerëzit që është pak kështu e itët brenda, ky reçeli që ka brenda dhe ajo ishte e itët. Po provoj. Pastaj provuam mollën, edhe molla bëri kërtap, tamam ishte edhe molla. Edhe shijen e mollës e kishte pak, edhe reçeli e kishte shumë shijen e mollës. Pastaj, siç e thash, edhe për portokallin. Portokalli nuk është se kërtap bëri tamam, por nuk është se kishte shumë shije në portokalli, më shumë kishte shijen e mandarinës. Ajo reçeli aty brenda kishte më shumë shijen e mandarinës, edhe këtu kjo gjëja për jashtë. Edhe boronica në fund. Nuk ishte shumë e mirë, nuk është se më pëlqeu shumë boronica, se gjithë kanë thënë që boronica është më e mirë, më kështu, po mua s'm pëlqeu shumë boronica. Kërtapin e bën gjitha, tamam e bën. Boronica kishte pak shije, po e mirë ishte edhe kjo. Këto ishin frutat tona që provuam, shijet e tjera nuk është se gjetëm, por këto që provuam ne ishin shumë mira. Më mira nga mendimi jot, kush është më e mira? Që ke provuar? Luleshtrydhja se më shumë pëlqen luleshtrydhja, po krejt gjitha, i dashuroj. Okej. Unë vend parë do vendosja limonin, sepse ishte, mu pëlqeu më shumë limoni, sepse gjitha këto tjerat ishin shumë të ëmbëla, por kjo kishte pak atë tithën aty brenda dhe ishte më mirë. Po në vend dytë pastaj do vendosja luleshtrydhjen. Edhe unë pëlqejnë gjitha, po shijet e tjera nuk i gjetëm. Po i gjetëm, do t'i marrëm përsëri që t'i provojmë. Gjithsesi, edhe kësaj video erdhi fundi, mos harroni të bëni një like, subscribe, share, comment dhe bye çimyje!